Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë një element të rëndësishëm se si funksionon transform. Po shkoj pe zgjedhje 4 orë këtu, edhe pe krijoj prapërsisht me shift në mënyrë proporcionale. Këtu e kena mundësinë me menaxhu, domethënë strokin, trashësinë e kësajna, domethënë me rrot mausit për rritje numre. Ndërsa, nëse klikojmë te kjo pika e bëmi kështu, bëhet rounded me kthesa. Po kthena CTRL-Z. Nëse shfaqet transform, unë e kam këtu, ju mundi me shfaq të Windows e keni transform, apo Shift F8 shkurtesa. Okej, nëse i selektoj kështu, këtu e kam mundësien me bo për shembull 50 enter. Shikoni e bëun këtu 50. Nëse ja heki drynin, me bëj vetëm të kjo 50, bëhet vetëm ky kandi. Nëse bëj edhe kandin tjetër, edhe ky bëhet. Domethënë kjo lidhja i menaxhon mu afektu, domethënë teketa apo mu afektu ndamës. Këtë rast në pelu mu afektu bashk. Po çfarë është e rëndësishme? Me bëj 50, enter, shikoni kjo po. Po nëse e zvogloj, kjo mbetet rounded mbetet 50. Gjithashtu edhe trashësia mbetet 14, si herën e fundit. Per rriti, prap, kjo metet 50, trashësia metet 14. E kemi disa raste që duhet kështu me lon. Po, disa raste tjera, do me që ku ta zvoglomi një diçka, një form. Për shembull, njëjtën kohë mu zvoglu edhe kufizimi, do me thonë trashësia kufizimit, njëjtën kohë mu zvoglu edhe rounded, kthesa. Se në këtë rast apo vreni, nëse zvogloj shumë, kjo bëhet rrumullak. Nëse e rriti sa do që rriti, kjo mbetet e njëjtë. Por, nëse shkoj këtu, ju nëse nuk i keni, kër e shfaqni këto transform, shkoni këtu edhe klikoni e keni këtu show options, edhe ju shfaqen edhe këtu poshtë. Okej, nëse e klikomi këtë, edhe nëse shkomi e zvoglomi tasht, shikoni, kur pe zvogloj formën, po zvoglohet edhe rounded, mo nuk është 50, po vot 12.86 për shembull. Nëse e rriti, kjo rritet në mënyrë proporcionale, sikur pe zvogloj. Por prap kufizimi po meti njëjtë, edhe nëse pe zvogloj. Domethënë pe zvogloj me shift, shikoni kufizimi trashësia po në 14, po zvoglohet vetëm rounded, vetëm kthesat. E rriti prap. Po nëse klikoj edhe këtë, se kjo ishte me kliku vetëm për kthesat, po nëse klikoj këtë, kjo e afekton tasht edhe kufizimi, shikone. Nëse zvogloj tasht, zvoglohet edhe trashësia. Nëse e rriti, rritet edhe trashësia, edhe kufizimi. Kështu që, varësisht prej projekti që jeni të punu, thash edhe më herët, kemi raste që nuk duhet më konë këtë të zgjedhura, po kemi raste që duhet edhe me apliku këtë. Kështu që, besoj që është e qartë dallimi i këtyre.